Janari është faza përgatitore të gjithë atyre që do duan të bëjnë vlerësimin. Patjetër që ata që kanë, po themi, një shitblerje të hershme, po themi në 95-a, në 97-a, duhet ta bëjnë, patjetër se logjike, sepse ata përfitojnë nga i 15% që duhet të ishte rimenduar shumë kohë më përpara, sepse po të bëjmë një llogaritje, edhe tani kanë folur ku ishte diskutimi i buxhetit, që ka një lloj padrejtësie në taksimin në Shqipëri, po themi kompanitë e mëdha, nuk është se jam kundër kompanive të mëdha, po themi, por është e njëjta, është logjika, është fitim, se ky është tatim mbi fitim. Ndërkohë që dividendi është po tatim mbi fitimin. 8%. Është 8%. Ndërkohë kur shet një banesë, ndërkohë, po themi, një kompani e madhe që shet banesa, tatohet kur ndan dividendin në 8%, një person, unë, ju, kushdo tjetër që shet një banesë, për të blerë një banesë tjetër, është një gjë limituar, është njësoj si të diskutojmë dikush shet një ark banane, apo ai që sjell me vapor. Me thënë, nuk mund të paguajnë të njëjtën, po këtu nuk paguajnë të njëjtën. Paguajnë 15% ai që shet arkën me banane, e 8% ai që sjell vaporin.